Sot në Vlora Flet do të flasi për ngjarjet kriminale që ndodhin her pas here në qytet, të cilat kanë ngritur pikpyetje të rëndësishme për qytetarët. Sa të sigurt ndihen ata në përditshmërinë e tyre, nga grabitjet e konfliktet apo incidentet të tjera. Siguria publike mbetet një shqetësim për shumë familje, apo parandalohet sa duhen këto ngjarje kriminale dhe sa besim kanë qytetarët tek institucionet e sigurisë. Unë them se shteti është i dobët shumë për këto punë. Është shumë i dobët shteti. Ata e din ata se nuk mund t'jap shpjegim se ku i qëndron shtetit problemi. Janë dy parti që hajnë me njëra tjetrën edhe përfitojnë kriminalet. Ja, kjo është e gjitha. Pasi ndodhin këto ngjarje kriminale, po në zbardhjen e tyre. Po çfarë zbardhjet, ato janë të zbardhura të grupet, kanë me grupet e kanë interesat e tyre, ato përplasjet e tyre. Edhe marrin hakën, po ka ikur ako që i thosh vrave do të vrasë miru pafshim edhe ndaloshin ato. Vlora është qytet i sigurt? Po i sigurt, nëse po qytetari dalin rrugën natën për shembull. Ja, qytetari nuk ka frikë se shiko, qytetari i ndershëm nuk ka frikë asnjëherë që të dali natën. Se si gjitha ajo 97 që kaloi, neve kalojmë qetësisht, nuk i bëjmë as na bëj dem njëri. Kush nuk është shtrazuar me krimet, nuk ka frikë. Ai që është shtrazuar detyrimisht shkon cepave, shkon anët, shkon se do marr hakën e tij ai pras. Ngjarjet kriminale në qytet parandalohen, sa i sigurt është qyteti? Këtu në Vlorë. Unë mendoj që nuk është ndonjë kush e di. Ndonjë ngjarje kush e di për të shqetësuar. Me këto merret drejtësia dhe u gjen vendin e dorë. Sa i sigurt është qyteti jote? Shumë i sigurt. Shumë. Si e vlerësoni punën e policisë? Është shumë pozitive. Punon. Ne krahasojmë me ato kohë kur Saliu e shpartalloi edhe. Tani ka polici të rregullt, pavarësisht në një defekt i vogël ndaj këtej, apo ato ndodhin kudo. Çdo gjë mendoj që është në rrugën e duhur. Si ka ndryshuar me vitet e mëparshme? Kush? Si ka ndryshuar nga vitet e mëparshme? Shumë ka ndryshim të jashtëzakonshëm. Kush e vlerëson? Unë kam qenë vetë në polici. Kështu që e shikoj që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm. Çfarë ndodhte më para që nuk ndodh sot? S'kishte rregull, s'kishte asgjë. Çdo njeri bënte sipas kokës tij, jo sipas ligjeve. Tani çdo gjë është e normuar, se i cili ka punën e tij, edhe zbaton ligjet. Kështu mendoj unë. Po në rastin që ndodhin këto ngjarje kriminale, se ka pasur? Po ka ngjarje, atë ndodhin në Amerikë, jo këtu. Ndodhin më të thella atje sa këtu. Në këto raste, si e vlerësoni punën e policisë për ta zbardhur një ngjarje kriminale? Është shumë e mirë. Ata punojnë ditë e natë, edhe shikojmë që kanë rezultate. Kanë. Këto ngjarjet kriminale? Është shumë i qetë me fjellë. Nuk ka. S'ka një. Në krahasim me vitet e mëparshme, si është? Më mirës. Punën e policisë si e vlerëson? Tash ti po bën shumë pyetje më duket, po si merr të radion. Si e vlerëson? E vlerësoj shumë mirë. Qytetarët e Vlorës si ndjehen kur dalin në rrugë, ndjehen të sigurt? Të qetë, të sigurt. Thoni të sigurt për qytetarët? Po ku ka siguri këtu? Ku ka siguri këtu? Ka siguri? Në gjitha drejtime. Tu s'ekziston shteti fare, vetëm për të rrepur popullin, se në çdo vend vetëm mos kesh një problem, një hall se të gjithë. Të prekur qytetarët në ngjarjet kriminale që ndodhin në qytet? Po pse si në të prekur? Ndërsa se duan familjet të na rrinë këtu, për çfarë? Se s'kan sigurinë e jetës. Mira ai që bën, po ai që s'bën është punë e tij në hallin e tij në rrugë. Po ka pasur raste që janë prekur dhe qytetarët. Po si janë prekur? Se nuk jetoni këtu ju? Edhe ju këtu jetoni. Mos rrinë në Vlorë me thënë të drejtën, Opinioni juaj. për mua është mirë.
Tak. Sa parandalohen ngjarjet kriminale? Ata nuk i ndjek këto gjëra kështu. Po të mbrohesh mirë. Ndjeni i sigurt. Po, në sigurti. Për ngjarjet kriminale në qytetin e Vlorës do të pyesja, parandalohen sa e sigurt është qyteti i Vlorës? Sa i sigurt është? Për ngjarjet që ndodhin këtu në Vlorë ndodhin sepse është edhe pak ligji nuk është fort. Se ligji është ligji ai që bën këtë punë. Po s'ke ligji i fort, kështu do bëjnë atë. Jo vrasje, jo vjedhje, jo çdo gjë, komplet. Kështu që ligji është ai që forcon e bën. Po mirë, po qytetarët e pafajshëm që edhe preken nga këtë gjë. Po, preken kanë të drejtë, preken. Preken se nuk e kanë të mirë kjo. Nuk është e mirë për gjithë popullatën. Punën e policisë të shtetit, si e vlerëson? Unë e vlerësoj shumë punën e shtetit, po ka dhe një gjë. Duhet të jenë më kërkues për kësaj pune. Duhet të jenë më kërkues. Edhe në rastet që ndodh ngjarja kriminale, nuk po flasim në parandalimin e saj, ndodh ngjarja kriminale, zbardhja, bëhet? Është një çike e vështirë kjo. Sepse aty futen të gjitha, futet asmeria, futet e kuptoni, edhe do ai ligji është ai, nëse shteti e merr hakën vetë e dënon. Ti kush e ka bërë këtë? Kuj? Po duhet ta gjej patjetër. Sa i gjej? O sa na që dim se sa, po duhet ta gjej. Po kur i zbulojnë të autorët, marrin dënimin e merituar? Këtë ka bërë një pyetje të shkëlqyer. Nuk e marrin dënimin e merituar. Paguajnë lek, edhe i lëm prap. Kujtohet se mos do shpëtoj kjo gjë. Nuk do bëj prap ngjarje kriminale. Ai do bëj ngjarje përsëri me personin që pagoi lek edhe doli. Ai do ta vrasë nëse pas nesër. Kjo është shumë duhet ligji fort. Është një fjalë që thash unë që duhet ligji. Po që ligji fort nuk ka. Futet korrupsioni. Pastaj futet korrupsioni. Korrupsion ka plot atje në vend të punës. Shumë fare duan lek. Unë shikoj një rastin tim kur dola në pension, edhe më vonuan edhe nuk e mora dot pensionin që nga dita që. Korrupsion donin lek. Unë s'kisha lek. Se nuk i trëmben ligjit këta? Nuk i tremben sepse ata kanë lekun edhe japin një lek, pagojnë e kuptonti edhe dalin. Janë mësuar këtu në Shqipëri. Do rregullohet ndonjëherë kjo? Valla korrupsioni nuk është rregulluar kurrë, mas e ka marrë në një drejtim diçka, po nuk është rregulluar kurrë asnjëherë. Ngjarjet kriminale në qytetin e Vlorës parandalohen. Po s'ka fare, po dhe kishin zënë par dje. Dhe kishin zënë par dje, edhe tua nuk e zonë, qa? Sa i sigurt është qyteti i Vlorës? I sigurt është. Mund të lëvizh të dorë natës, ka mund, ha? Po pse nuk i kapin kriminalët? Po se i spionon nga brenda. Ku qëndron problemi? Po qëndron se nuk ka konspiracion. Punën e policisë të shtetit si e vlerëson? Të mirë. Po ta krahasosh me vite më përpara? Me vite më para, për këtë vit, po thua për... Tani në qikë më e mirë, themun, që ajo që janë më të salut. Në qoftë se nuk mund të parandalohen të ngjarjet kriminale, ku ndodhin, zbardhja atyre si bëhet? Do të thënë... Unë nuk jam ekspert, Patjetër. po të them, po të punohet edhe zbardhet, po ka që edhe i zbardhen edhe këtë zbardhen. Pse jo të gjitha gjërat e gjën dot. Mund të gjën ja, mund të jenë shumë vonë. Po atëre kam humbur dhe gjysmën e Vlerës ajo që. Ngjarjet kriminale, sa parandalohen? Jo, qëtësisht, pasaj ato janë programuara nga të mëdhenjë, merë veshi, nga punëtorët e Jugoslave që keni në shtetë. Mos kujtoni se zi ky popull, po s'ka qarë banë. Sa parandalohen? Urdo? Sa parandalohen nga policia? Nuk ka pasur, policia punon. Policia punon, them. Policia ka bërë detyrën fizike dhe e bën, në çdo kohë. Po në rastin kur ndodhin këto ngjarje kriminale, a zbardhen nga policia? Po ajo s'është ndodhur policisë pasaj. Zbardhja e ngjarjes? Jo.
që në rëna të mëdhejna, që në rëna punëtorët e Ramis Alis. Si do të shikoni në krahasime më përpara sot? Urdo? Në krahasime më përpara sot, si është gjendja në qytet? Po që si është, çfarë kanë mbetur plejt më në shi. Ata e kanë mbaruar qëllimin e tyre, politika. Bërë pastrim etnik, përzunë shqiptarët, mbem plejt dhe na do desëm, edhe kush e di se qarë plani mund t'jetë bërë nga të mëdhenjë, kuptohet, si shqiptarë, si shqiptarë. Janë një kom që përdorën. Si të duan ata, dhe kanë quar punëtorët e tyre, jo pak, po 80 vjetë, që në 23 që direm sot. Më kuptove? Në kjo se e di historinë, të vërtetën, pa histori kanë bërë këta. Zjerën filmat kanë luftuar me Gjermanët e me fashistët. Këta s'kanë luftuar, as kanë bërë. Marrëveshje kishin me gjithë. Sa i sigurt është qyteti i Vlorës për qytetarët? Ngjarjet kriminale parandalohen, zbardhen? Qyteti i Vlorës ka qenë një me kohë sigurt. Sot është zero. Sa? Zero. S'ka asnjë lloj garancie. Çfarë ka ndodhur më para dhe çfarë ndodh? Më para s'ndodhte asgjë, nuk i thosh do të plas me gojë një femre, të kalon në një rrugë me arsyre. Plas me gojë si thoshe dot. Sot nga rrugëna fut makinë e ikën. Sa punën e policisë të shtetit, si e vlerësoni? nuk ka shtet. Kemi shtet pa shtet. Po këto ngjarjet kriminale. Nuk ka shtet, po thënë. Atëre blonde miza e kur. Ligjet si janë? Ligjet janë, po askush nuk i zbaton. Një mal me akuzën kurise, ka sa liberisa? Në spor me i gjëmë? Spor? Jo. Këdaj po merre me i copë fëmërë, me Berlinë e Balukën, që i shpuskatore gjysin e i sistem. Ngjarjet kriminale ndodhin 100% i sigurt. Pse? Pse? Pse kush do na trazoj këtu ne? Nuk ndodhin ngjarje kriminale këtu? Po, ka der pa pylla? S'ka. Derë gjithmonë rrin pyll. Si e vlerësoni punën e policisë? Policisë shkëlqyer mbi 1 milion%. Zbatohet ligji? Ligji zbatohet atje ku është për të zbatuar. Në rastin Po shkela 100 euro ligji, pse çfarë do më bëj mua ligji? Merr futu brenda. në rastet kur ndodhin këto ngjarjet kriminale, zbardhen më pas? Zbardhen 100%. Të gjitha. Të gjitha. Faleminderit. Flas në këtë gjuhë sepse një djalë e kam dëshmor të Adheut, policisë së shtetit. Tjetrin e kam polici, kështu që më takon të flas në këtë gjuhë. Vlora, sa qyteti sigurt është? Ngjarjet kriminale kur ndodhin, parandalohen, zbardhen? Tani në asnjë vend të botës nuk ka siguri. Edhe tek ne përderisa jetojmë në kapitalizëm, e mira dhe keqja shkojnë bashkë, kështu që siguria është relative. Mirë, megjithatë ne jetojmë. Puna e policisë të shtetit, si e vlerësoni? Në Vlorë e mirë, nuk ka patur në krimin, nuk ka patur kështu. Jo, nuk duhet të akuzojmë kur nuk është për të akuzuar. Mirë? Krahasuar me vitet e mëparshme ngjarjet kriminale. Më mirë. Kanë ardhur Duke u zbehur. Dhe do vinë, mendoj unë, duke u zbehur. Mirë? Faleminderit. Si shto ngjarje janë nga të rinj. Çfarë i shtyn ata? Të rinjt nuk duan të punojnë, nuk kanë punën. Duan ta fitojnë paran pa djerës. Pra duan një vil, një vajzë bukur edhe një vetur. Pse si trondën ligji? Me ligji, se kam problema dhe. Ai bën gjithë këto marrëzira, grumulloj sa si lekë, do vetë bëj 4-5 vjetë burë, kur dalë është mund të rehabilitohet atje dhe se ka problem fare. Shtëpim të atje njeriu që ka mend në kokë, që thotë ore, po vajta më burkun, humba karrierën, prish nderin e familjes, se këto tjere, pra ka humur ajo tradita e brezit ton, tuaj, se unë jam gjyshi juaj. ngjarjet kriminale kur ndodhin, zbardhen, parandalohen? Tash jo vllajgjajtë të themi të drejtën, kjo periudhë që na ka zënë neve moshatarët, na vjen shumë keq për brezin e ri, pa ne i kemi plotësuar hesapet tona. Po për fëmijët jemi shumë të prekur. Shoqëria është shumë e prishur, shumë e djallëzuar. Po kjo vjen dhe mos batimi i ligjeve ndaj qeverisë. Jemi shumë të prekur nga qeveria, me sa dëgjojmë në televizion, shohim se ku ka rritur brezi. Shembull të rinjve dhe
Hoxh, urdhë? Marrin shembull të rinjtë. Ashtu. Po, pa tjetër. Na qeveria me shumë shembull. Po na qeveria nuk diskutohet. Nga qeveria vjen të gjitha. Dhe për sa dëgjoj, po të marrën partitë jo të djatha, jo e majta, për mendimin tonë ne moshatarë, ta janë të lidhur me njëri tjetërin. Apo e kam gabim? Janë të lidhur me njëri tjetërin se, për shembull, në rast se unë jam një partije dhe më ngrihen këto akuza, përse ligji nuk zbatohet, po i lët dosje të mbyllura dhe nuk e dënon. Prandaj vllajgjajt, ju rroshi që na merri një intervist, po pa tjetër, edhe polici, tok janë të lidhur grupe kriminale, për sa dëgjojmë neve, do me janë të lidhur. Bandat me i laf janë të krijuara, të tilla, që populli... Këto bandat edhe këto grupet kriminale, kushdo që thyen ligji, janë të lidhur me shtetin? Pa tjetër. Po pa tjetër janë të lidhur. Se do... Ka shteti frikë, ka shi atyre. Ndryshe të eliminova. Për sa të gjykojmë neve, moshatarët. Vlora nuk është, jo Vlora, po e gjithë Shqipëria nuk ka siguri. E gjithë Shqipëria. Pse do themi? Kam shumë fjalë për të thënë, po do ikni e ju, keni punën tuaj. Po, vjedh ka një qeveritar atje në kryet, nuk i nëmron ato parat, po i peshon me kandar, kurse pensionisti këtu me 7.000 leka, nuk i dale për kafe. Qartë themi me pratë qeverine, kur a i dele, është në kryet qeverisaj, edhe për mendimin tim, këta janë kapur në kemët, se kanë kapur punën në koka. Po të rinjë, çfarë i detyrojnë që të bëjnë ngjarje? Të rinjët, po të rinjët, se s'ka, nuk ka kulturë, as mësuesi as një, nuk e mëson për së mbari. E vriten me thika, e tu tjetu. Na bëjmë krahasi me vitet më përpara, si ka qenë vështirë? Shiko, me këto, gjikur është kthyer kjo qeveri, që nuk barazohet me atë që kam lënë unë prapa ka ikur, me Enver Hoxhën. Se me atë, nuk ha një dot një kokër fiku, jo të vrisi, apo të shaje teatrin, apo të vidhje, kur tha që miku. Policia? Policia shikon, të japun në lekë, ike vraje, thot ai e bej qatë duarç. Ja që është policia jonë. Kemi korupcion? Korupcione në majt, ama. Do dhe kjo që mos të trëmben të rinë, në qofë se thyen ligji, thonë do i korruptoj edhe do... O ti i koce gjo këtu, të rinjët edhe kanë frikë se dikush është i punësuar edhe të merë zëvaraj, se unë marë parat kur i thonë në qofë se do kënë shtoj një atjetej, ka frikaj, haka nuk i meret. Këtu të paktën lirë shton gazetat dhe televizionet, më duket shumë qetë. Unë tani kam 100 vjetë këtu në Lulisht dhe banor i pari kësaj këtu, edhe nuk është ngritur në një herë problemi. I vetëm një problem që ashtu për para 7 viteve, kur ndodhen ato rëmbimet e personave, ajo ka që shumë e rëndë. Se ndodhen njëri pas tjetrit edhe i qenë rreth 10-12. Mua sot më duket shumë qetë. Pavarësi. Në ato vite, përpara në 2017-2016 që filluan ato rëmbimet, nuk e kuptova dot kush i organizoi këtu në Vlorë, po vlonjas kanë qenë. Unë s'kam pas në njërë marrëdhënie, në një konflikt, në një... Tani, mund të pranoj, mund mos pranoj, po nuk me fjalë ti kam dëgjuar që korruptojnë dhe policë, po sa është e vërtetë s'mund të thuash.
Nëse nuk je person që ke djur vetë, nëse nuk je i afërt aty që ata nuk mund të them. Në ngjarje kriminale jo kaq të rënda, te vjedhjet, Vjedhjet janë, unë më të keqen dhe quaj zjarrvënien. Zjarrvënia nga vjedhja. Është shumë akt i rëndë. Ne i paparashkueshëm edhe nuk mund edhe ta frenosh. Autorët e këtyre ngjarjeve janë dhe kryesisht të rinj. Çfarë ndikon te këta? Ja, tani zjarrvënia ti, ajo është ai që zjarin, nëse unë të them ty është kovi zjarin, diçka do paguaj që dhe ti nuk e vlerëson. Sigur, gurin e kam unë. Gurin e këtë sigur kërë, e këtë në dorë, në shove nga dora merre për masat të tjera, edhe këtë punë e zjarri që ashtë. Sa qyteti sigurt është Vlora? Po sa, qaj sigurësi gjithë Shqipëria është. Ngjarjet kriminale kur ndodhin, parandalohen, zbardhen. Po qa, tash i frikë kemi të dalim, tash u tim në frikësh. Qa do? Si vlerësoni, shoftë Po edhe me vitet përpara? Nuk krahasohet kur. Nuk krahasohet. Po, tani është bërë si punë e 97-ës. Ja, jo. Qa të thotë motra tani? Punën e policisë së shtetit si e vlerësoni? Po mirë, policia e shtetit shumë mirë është. E bëjmë punën, po ne flasim për rëmujat që bëhen, pa... Shumë autor... Si? Shumë autor janë edhe të rinj. Çfarë ka ndikuar tek ta? Po tek të rinj, po pa punësia. Çfarë do bëjmë? I trëmben ligjit? Po edhe i trëmben edhe si trëmben. Ku ndodhin këto ngjarjet kriminale? Parandalohen, a zbardhen më pas? Sipas mendimit tim, Gjithmonë. ato ngjarje kanë punë me ata që kanë njëri me tjetrin. Njerëzit këtu kemi jetuar, s'ka pas në gjë. Po punën e policisë së shtetit për zbardhjen ose parandalimin e tyre si e vlerësoni? Se di, nuk është... Për mua nuk janë besueshëm ata. Është Vlora qytet i prekur nga kriminaliteti? Tash unë s'mund ta cilësojmë këtë moshë që është apo s'është, po që mendoj se ata që kanë njëri me tjetrin, siç thash, njerëzit janë... Nuk flasim vetëm për ngjarje kaq të rënda si vrasjet, flasim edhe për vjedhje, zjarrvënie. Po, ka edhe këtu si në çdo vend tjetër. Po policia për mua s'është e besueshme. Po të kërkosh ndihmë, nuk besoj se përgjigjen. Kaq. Keni ndonjë rast konkret apo? Jo, unë për vetë asnjë rast. Jem njerëz të qetë, njerëz të që bëjmë punën tonë. Autorët e këtyre veprave penale janë dhe të rinj. Çfarë ndikon te ta? Se zgjedhin të rinj? Po tani ka ndryshuar kohët, ka ndalë këto lëndë narkotike, mendoj unë që i nxisin se prindërit asnjë prind s'do që fëmia të vazhdojë të jetë në gjendje që janë sot shumë të rinj që të vjen keq. Nuk e kontrollojnë me mendjen. Nuk i friksojnë ligji? Jo, ata s'pyesin se janë tri, janë moshën shumë të re. Po tani qet duke tani. Më përpara si ka qenë? Nuk ka qenë mirë fare. Mund të na bëni një përshkrim si ka qenë? Çfarë themi ne kur ka gjëra mbyllemi brenda. Ndjeni fiksuar. Jo, nuk shikojmë se çfarë bëhet. U vra ai, u vra në skel, u vra lart, u vra poshtë. Punën e policisë së shtetit si e vlerësoni? Gjenden. Jo, se ne kemi patur shere afër lagjes dhe kanë ardhur me njerë. Ne jemi lagje shumë e qetë. Jemi të shpjeficerave, nuk kemi ndonjë problem. As për vjedhje, as në për shpira, as jo. Flasim për qytetin. Në qytet, di unë nga çolja çfarë bëhet. Shumë autor janë dhe të rinj. Çfarë ndikon te ata? Papunësia që rrin. Një grumbull aty, një grumbull në një anë tjetër, pa punë. Nuk kanë frikë nga ligji? 20, 25, 27 janë pa punë këtu në Vlorë. Janë shumë. Nuk i friksojnë ligjit? Do të që nga familja besoj që i lënë rrugëve. Tu japi një punë, se punë ka plot po të duan. Po, jam mësuar nga xhepi i mamave, pi duhan, futen cepave, edhe
Siguria është një drejt për çdo qytetar dhe një përgjegjësi nga institucionet, sepse një qytet i sigurt është një qytet ku njerëzit jetojnë pa frikë. Vlora flet dhe sot foli për sigurinë në qytet.